Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Atëherë Jezusi tha turbës dhe nxënësve të vet: në katedrën e Mojsiut ndenjet skriptë e farizejt. Pra ju duhet i dëgjoni e të zbatoni gjithçka t'ju thonë, por mos bëni si bëjnë ata. Ata nuk veprojnë siç thonë. Ata lidhin barë të rënda që mezi mund të mbaren dhe u angarkojnë njerëzve në krah kurse vet as me gish nuk i luajnë. Mandej gjitha veprat e veta i bëjnë me qëllim që t'i shohin njerëzit. Këndej i zgjerojnë filakterit e veta dhe i zgjasin thakët. Në gosti dëshirojnë kryt e vendit, në sinagoga vendet e para, për shëndetit në sheshe dhe të quhen prej njerëzve rabbi. Ju mos lejoni t'ju quajnë rabbi, sepse vetëm njeri është mësuesi juaj, kurse ju të gjithë jeni vëllezër. Dhe për mbi tokë mos thirrni askënd atë, sepse keni vetëm një atë, atë që është në qiell. Gjithashtu mos lejoni t'ju quajnë udhëheqës, sepse keni vetëm një udhëheqës, Krishtin. Më i madhi ndër ju le të jetë shërbëtori juaj, sepse kush krenohet do të përvujtrohet, e kush përvujtrohet do të lartësohet. Fjala e Zotit. Dashur vëllezër dhe motra të dashur dëgjues të Radio Marisë, që shkrimi i shenjtë Bibla flet për dy gjëra të rëndësishme themelore në raportin ton me Zotin dhe me njerëzit, drejtësinë e brendshme, me qenë i drejtë, me pas një raport drejt me Zotin. Kjo është ajo drejtësia. Dhe shërbimin e sinqert, pra. Gjatë kreshmeve në mënyrë të veçantë këto dyja do të mi pas, si qëndroj, a kam raport drejt me Zotin? Në kuptimin, çfarë qëndrimi, çfarë marrëdhënie kam me Zotin? A e kultivoj? Apo shtremt disi? Mjafton një gjë e vogël që nuk është e drejtë dhe nuk quhet më e drejtë, një shtak për shembull, nëse pak është e lakushme, vetë nuk mund ta qush drejt. Shumë herë është e lehtë me i ndjek zakonet, traditat, format e jashtme. Ne njerëzit jem tillë sepse dëshirojmë me imitu, çush e bën ai tjetri, e bëj edhe unë. Por Zoti e kërkon një zemër të pastër. Ti mundesh me imitu tjerë, shenjtërit, çush kanë ecë, çush kanë lexu, por këtë kjo është e jashtme. Pra, Zoti e kërkon një zemër të pastër dhe një besnikëri që shkon përtej dukjes. Shumë veprat mira as që i kanë ba njerëzit, që i kanë ba shenjtërit. Edhe tashti, ata kanë mujtë me thonë, po që kërkush nuk më ba të e ba, s'po e bajnë. Po jo, e kanë ba. Po kërkush s'po më thotë faleminderit, e kanë vazhdu me ba të punë vepër të mirë. Pra, shohim që mrena vetës vazhdimisht e kanë pas një qëndrim drejt ndaj Zotit. E profeti Izaia na përkujton pikërisht këto, se nuk kemi thirrur thjesht mi ndjek do rregulla, do ligje, do rituale, po thot largoni të këqijat tuja, pastrojë prej mëkateve, të drejtën kërkoni për gjithë shtypurit. Në botë ekziston sa shumë njeri që është i shtypun, edhe prej smundjeve, edhe prej dobësive të ndryshme, por mos harroni që edhe na njëri tjetrin e shtypim. Qoftë me qëndrime, qoftë me fjalë, nga njerë dhe me një lloj kontrolli, ore çast nuk shysh, kush shka po bën. Do të thonë, dashur vëllezër e motra, ekziston një tendencë brenda nesh që me pas një siguri, por nga një herë është siguri e rreshme sepse i prish raportet. Edhe njerëzit, ne jemi tillë, më mirë dëshirojmë me qenë sigurt se sa të nershëm, se sa të drejtë. E kjo thirrje na nxit me pastru zemrën. Nuk është çështje vetëm e një çasti, një momenti, po është rrugë, ecje, këtë drejtim, çka jam të bë. Shumë herë mund dukemi drejt para njerëzve, por në zemër tonë mundesh me pas egoizëm, mundesh me pas inat, xhelozi ose lakmi. E Zoti
nuk e kërkon thjesht formën. Ai kërkon atë ndëshkimin e brendshëm të mkatit. Shpesh shetrit na sugjerojnë me urry mkatin, bashkë me të ardhë neveri, sa gja e keqet e kështë me qenë ashtu. Do shta dhe Zoti lejon që ti me përjetu të padrejtësi, njët pikrisht me të ardhë mundim, si me thonë, shisa keq të kështë me bënë ashtu. Që me pasat forcën me thonë, jo zdu mu konë ashtu. E kjo është ai kthimi te dashnia a drejtësia. E ky lexim i parë mjafton sot vetëm një rresht me marë e me meditu sa paqen ta sjell brenda në zemrën tonë. Mos u befasoni që nga njerë kur ballafaqohet njeri me një të vërtet mund të më shqetësu shumë, mu të razu në zemrë. Sepse e di se këtu du të më përmirësu, edhe të kap një lloj panike, e shumë vetë fillojnë pastaj joni cigare, joni në televizion me këqyr, joni mesazh atje, thjesht mos më ballafaqu me këtë, çka do të thotë Zoti do të më përmirësu në këtë pikë. Tashtën vllazën e motra, ta lusim Zotin me qenë dashamirësi të vërtetës, i asaj jetës reale, qoftë edhe nëse na dhem kur e shohim, por të besojmë që kjo është rruga e vërtetë. Mu ballafaqu me hedh dritë në errësirat e zemrës, që nga njerë i fshehim prapavi kështu, edhe me lloj devocionesh, vetëm e vetëm mos më përmirësu. Bëjmë disa gjëra të jashtme që me ngushëllu veten që jemi në rrugë drejt, e në fakt nuk e kemi ndryshuar zemrën. Prandaj edhe psalmi thotë, jo sakrificat e tua, por zemra ime e sinqert, këtë e dëshiron Zoti. Nuk mjafton pra të bëjmë gjëra të jashtme të mira nëse zemra nuk është e përkushtuar, nëse zemra nuk është e përvojt, e vetishme që ka nevojë për pastrim, ka nevojë për mëshirën e Zotit. E këtë dëshiron Zoti, më koni drejt, me pas raportin e drejt me Zotin. Dhe edhe atëherë kur nuk na sheh pastaj dikush, e kem ngushëllimin e Zotit, u ndan veç me atë shpërblim, siç thot Jezu Krishti. E shërbimi i sinqert është rruga. Edhe pastaj punon hipokrizin, kuptimin me shëru hipokrizin. Se Jezu Krishti flet për autoritetin, liderët, që thonë bëni kështu, bëni ashtu. Kjo është ai tundimi edhe i ne priftave që mujnë me predikue shumë gjana dhe më ju thonë bëni qështu e mos me bë vetë, por ja që ne e kemi një barë shumë atë madhe, sepse Zoti ka më na gjyku, a ki jetu dhe ti ashtu? Shpesh edhe në predikimet tona si meshtar, nga njerë e korrigjojmë edhe vetë vetën dhe shojmë që as na nuk jena bash aq si që themi na, por na kena për detyrë mi ju thonë cila është rruga e drejtë, se kemi me thonë llogari para Zotit, a e kemi përhap mësimin e Krishtit. Prandaj mos prit ore qas që tjetër kush mu korrigju, tjetër kush mu ka një shenjt për me qenë ti shenjt. Kuptohet sa jemi të vegjël fëmijë, jemi tojmë tjetrin, kemi nevojë për shembull edhe sigurisht që duhet. Por shejtëria mundet mu arrit pa u ndryshue politika ose ekonomia. E ta shfrytëzojmë këtë kohë të shenjtë të kreshmeve me pa raportin e drejtë me Zotin. Mos na ka panika nëse hasim diçka që nuk është e sinqert brenda nesh. Aty të pret Zoti. Ne jemi shumë ndjeshëm këtë pikë kur e kuptojmë një gjë që nuk është në rregull brenda vetes sonë. Edhe mendojmë që po vlen më pak që e zbulum një dobësi. Jo, ti vlen para syve të Zotit njëjtë. Zoti nuk e zvoglon dashnin ndaj teje që kim ka të nu. Nuk mund me dasht më pak. Këta e bojnë ne njerëzit. Mlidhni sa ma shumë si përvoja dashtën vllazën e motra. Mos mlidhni përvoja vetëm me njerëz, se ne njerëzit jemi dopt. Mlidhni përvoja që Zoti na do. Mlidhni përvoja që Zoti është i mëshirshëm. Ushqene vetën me këto të mira. Atëherë kemi u bë ballë
edhe dobësive të njerëzve. Atëherë ai tjetri ka me thonë, prit se ky sot u ma kthy me të keqe. Ka me fillu me ndryshu pikërisht për shkak se ti si e ty a kthy me të keqe. E ta marrim seriozisht këta që thot Krishti, ai që krenohet ka më përvujtnu. E ai që përvujtnohet, Zoti ka me ngrit. Pra, mënyrë praktike, sot vendos diçka, shumë thjesht, bëne një hap të vogël, kontrolloje zemrën, çfarë menimesh po të sillen. Kuptohet që është edhe tundusi që të sjell menime, nuk janë këtë tuat ato. Po kontrolloje. A vërtet mos është prej zemrës time ky mblef, kjo xhelozi, kjo zili, sepse zemra jon ka nevojë për shërim. Edhe kur ndihmoj diçka, kur shërbej, a mos jam të dash lavdërim? Pse? Pse jam të dash lavdërim? Pse nuk kënaqem ato që ato e pa Zoti? Pse duhet ore çast me kërkuaj lavdërim prej tjerëve? Kur e bëj një vepër, le ta bëj për hatër të Zotit. Jo që tjerët më lavdëru, më dhon komplimente, por për dashni. Bëne një gjest tillë, edhe ruje paqen e shpirtit nëse tjetër kush madje ta keq interpreton, do është ta thotë që ky ç'është po e çon kryt. Por ruje paqen e shpirtit nëse ti e ke bën me dashni. Pastroje shpirtin pra me lutje, pendes, sakramente, edhe mendo pak si pe udhëheqje jetën tonë. Ka po e lejon me të udhëheq. Dashur vëllezër dhe motra, ti ruhemi hipokrizis, anës jashtme. Sado që është e nevojshme mu sill mirë, me thonë fjalë të mira, por ruje zemrën. Edhe kur të bësh rregull brenda zemrës, atëherë s'kemi u preokupu shumë nga ana e jashtme. Nëse shumë preokupohesh vetëm me anën e jashtme, e le zemrën, ore qas keme qenë i trazum, ore qas dikush ka me të penu, ore qas keme qenë nervoz, se harxhon shumë energji në anën e jashtme ke harru zemrën. Zoti pra është zemrën edhe ka me të shpërbly dhe vazhdimisht një gjest që e bën me dashni, veç jetu shpërblyje me të mirë me bekim. Amen, qoftë lëvduaj Jezu Krishti.